Teksa vendi gjendet në një situatë të vështirë nga përmbytjet dhe bora dhe zjarret, Kryeministri Edi Rama ka një tjetër breaking news për t'u dhënë qytetarëve të tij. Me një postim alert në Facebook, Rama i është përgjigjur akuzave të gazetarit Blendi Fevziu për ministrat e tij që i quajti arrogant dhe udhtojnë jashtë vendit, teksa qytetarët e vendit janë në rrezik për jetë. Shefi i qeverisë, teksa justifikon korrupsionin që janë nxorri në pah natyra, i ka publikuar edhe Fevziut me shumë mundësi të marra nga sistemi Teams, por jo vetëm, teksa në emision shfaqet live. Reagimi i Ramës. Blendi Fevziu i paskerën fort fare mbrom këmbanës e alarmit, duke deklaruar live në sallonin e tij se ka me fakte që të paktën 7 ministra janë në udhëtime private jashtë shtetit të shtunave të dielave dhe lën kasetat me inspektime nëpër TV sikur janë në punë. Këtë ju a garantoj, ka thënë Fevziu, duke shtuar se kjo është praktike pa precedent, jashtë çdo standardi demokratik dhe nuk përdoret në asnjë vend tjetër të botës. Jo vetëm garancia e dhënë nga Fevziu nuk gjen mbështetje në asnjë fakt të regjistrit të udhëtimeve të ministrave, të cilët edhe kur dalin për arsye personale jashtë vendit e bëjnë me një kërkesë për leje dhe vetëm me miratim, po është kaq larg realitetit sa edhe vetë fakti që prej vitesh s'ka më kaseta në nahijen tonë. E vetmi arsye që unë i gjej kësaj bubullime janë 7 udhëtimet e fundit të Fevziut në Amerikën Latine, ku Fevziu, bashkë me Baton Haxhiun, andej hante mëngjes me Lapingachos në Ekuador ose rrufiste kafen e famshme Caranavi, 8500 këmbë mbi nivelin e detit në Bolivi dhe këtej grindej live në opinion deri në mesnat po me batonin, natyrisht bashkë me korin e llazoreve të sallonit të tij. Sa për kronikën e zezë të javës e sa për përgjimet e zbardhura të ditës. E që të jem korrekt me faktet, udhëtimet mbetën 6 sepse teksa kaseta e TV Klanit transmetonte Fevziun që i kërkonte llogari live natën në ekran policisë shqiptare për gjendjen e rendit publik, Fevziu i vërtet i jepte llogari live paradite policisë venezuelane pse dreqin donte të hynte në atë vend. Dhe ndërkohë që live këtej në opinion, Fevziu me kostum e kravat nxiste deri vonë sherrin e panelit me policin, live andej në kufirin e Venezuelës, policia e kthente mbrapsht Fevziun me këmish me lule e kapele kashte, duke e konsideruar një demokrat shumë fanatik për të vizituar atë narkodiktatur shumë krenare. Kjo shaka e mbështetur në fakte reale ishte goxha më shumë se gjysma e të vërtetës dhe nuk kishte absolutisht qëllim të nxirrte ndonjë inat të paprecedent jashtë çdo standardi demokratik Blendi Fevziun, sepse është liria e tij të shkojë ku të dojë dhe e drejta e TV Klanit që ta transmetoj opinionin live në mungesë të Fevziut. Por nëse Fevziu e do fare seriozisht këtë temën idiotike të kasetave, e po të dojë edhe të udhëtimeve jashtë shtetit të ministrave natyrisht, atëherë dihet botërisht, unë jam gjithnjë i tij, gati për t'u përballur me opozitën e vetme që ka mbetur pa dal krejtmendsh e boj në këtë vend, pavarësisht lajthitjeve të ketetukshme live, si kjo e 7 ministrave, të cilat kanë edhe anën e tyre humoristike.